A ka diçka ma shumë për publikun diskutimi me presidentin Donald Trump? Kam pasur disa diskutime me presidentin Trump nga momenti i zgjedhjes së tij. I pari ka qenë i fokusuar, ka qenë në Paris, në fakt, në Pallatin Elysee, ku kemi diskutuar kryesisht për situatën e sigurisë, për nevojën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vazhdojnë të kenë rol leadershipi në mirëmbajtjen e paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin tonë. Pastaj kemi diskutuar shkurt edhe në disa instanca të tjera, përfshirë në Kombet e Bashkuara, ku kishim një diskutim përmbajtësor rreth rolit të presidentit Trump për paqen në vendin tonë dhe më gjerë, sepse si rajon është i rëndësishëm për administratën amerikane. Dhe pastaj këtu për mua ishte një vazhdimsi e po të njëjtave tema, pra diskutuam, unë kisha vlerësim të jashtëzakonshëm, sepse edhe duhet ta kemi, sepse roli i Amerikës në mirëmbajtjen e sigurisë në Kosovë, paqes në Kosovë, roli i tyre qoftë në mbrojtjen e kufive tonë bashkë me institucionet tona të sigurisë, po në përgjithësi për shtytjen përpara të Kosovës me sovranitet të plotë, me integritet territorial të plotë dhe fuqishme ndërkombëtarisht është roli pazëvendësueshëm, kështu që për mua ka qenë një diskutim falënderimi në raport me rolin që ai është duke luajtur tani si president që është rikthyer në shtëpinë e bardhë, dhe tash unë detaje nuk mund të jap sepse sikur të ishin të gjitha kështu për jashtë do t'i them, do t'i thosha, por natyrisht këto janë edhe diskutime diskrete që është mirë që për hir të ecjes përpara edhe të shtetit tonë edhe të relacionit tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, t'i themi në ndonjë moment tjetër kur të konkretizohen më shumë.